Ndodhë për shembull të puna kafeve që ndërlidhet me Shqipëri, te na personalisht unë të koni fushës, di shumë raste që unë jam prezent në tavolinë dhe ma shumë dikush tjetër fol për fushën tem që s'është hiç i përgatitur, se sa unë detyrona me hesht, me dëgju sepse na gjithë një shok i Shqipërisë për dërgën një shprehje dhe ke mjafton me pas një shqiptar përpara dhe ai gjithmonë ka të drejtë. E tash edhe te na po ndodh shpesh kjo punë që pavarësisht që je përgatitur ti detyrohesh me hesht sepse të gjithë janë bërë të zgjuar në fusha të ndryshme, në lami të ndryshme. E meta e tregut që nuk po i sistemon njerëzit nëpër fusha ku janë të profilizuar. Edhe kjo ndodh te na. E kështu. Nuk po e përmendëm edhe gjeneratën Z që është goxha shqetësuese, po të pas parasysh faktin për mënyrën se çysh e shet tregun dhe çysh e vendin e punës. Kom pas raste me pa trit pra që kanë ardhur në kompanitë ku punoj me dhënë shërbime dhe thjesht prej mënyrës që kanë pa ata prej jashtë, prej anës, prej TikTokut, prej platformave sociale, kanë besuar që kur shkojnë ato, krejt kanë më marrë me ta dhe thjesht ata kanë me kanë në vëmendje edhe nuk duhet ata me bë kur gjë prej vetes. Pra mungon edhe ky vizioni që ata mu përfshin në kompani më shumë, me pas ambicie më zhvillu vet. Pra presin që sanet më or pak hazër, më or në dorë ashtu, edhe ai mu gradu thjesht vetë pse ka ardhur ato. Pra ndoshta pse në fakt e di që si ligj ekziston, por nuk e di a praktikohet nga kompani që të marrin me gjysmë orari që nga mosha 16 vjeçare nxënës, të cilët duhet të mësohen pak a shumë dhe të përgatiten për punë, për tregun e punës që nga mosha 20 ose 18 varësisht se si e gjenë. Sa vlerësohet kjo të ne dhe sa praktikohet për fëmijë 16 vjeçar që të ketë të plotësuar një numër, një orar të shkurtër të punës. Ekzistojnë dy pikpamje të ndryshme për këtë çështje. Mu personalisht nuk ka rastis me pa një 16 vjeçar që praktikon punë. Pjesa e kompanive kërkojnë, por masnej është gjithmonë ideja se çka presim prej këtyre praktikantëve t'i quajmë ashtu, sepse në fillim ofrohen. Po, është praktikant. Po pa bo praktikën pa qenë shprehi, krijohet shprehi. Po folin aspektin e biznesit njëherë, pastaj në aspektin e kandidatit. Po s'kan kohë me bo praktikë, kompania nuk janë edhe në shkollë. Po janë edhe në shkollë. Jashtë paguhen pak. Kompania nuk ta ofron ndoshta një pagesë stimuluese, një vlerësim edhe për pjesën që e bën edhe për punën që e bën. Njëkohësisht ekziston një pikpamje prej të rive që gjithçysh duhet me u vlerësu me fillim për ato se çka e bën. Me tham fillim na krejt që për një vjet edhe nëse ofrohet një pagë minimale, ndoshta heziton me punu për pagë, tu mos e kalkulu asnjëherë pjesën se sa profitabile do të ketë për të ardhmen e tij në aspektin e profesionit. Për marrë vetë në shembull, masive që jena të që kjo pjesë, kur kom fillu me punu, kemë punu 3 muaj, ka qenë 150 euro, edhe pse orari ka qenë një plot. Po, ama orari nuk e di... Ke qenë nër 18 vjeqa? Ka dhe ma ose ka dhe me heq. Para 12 vite kam njësë jo, kom qenë plus 18 vjeqe, kom qenë diko 19 besoj, kom qenë vitin e 2 në fakultet, edhe kanë qenë 150 euro me orar të plot, me një pozitë cilën ty vetë shurtash me zotru ndërshta për 2-3 javë dhe me marë, por 3 muaj pagu për pjesën që e ke ba... Si praktikante. Si praktikante, si një person që është hynë treg, ndërshta pa njohuri dhe pa bagazhe, dhe për mu ka qenë shumë okeja, për kundra si kom qenë shumë e knaqën që më është të ofru që e mundësi